Atëherë tani kemi edhe Xhelal Mehmeti, sekretari i përgjithshëm i rrjetit të bizneseve globale, që praktikisht bashkëpunon me neve vazhdimisht dhe natyrisht është i pjesës mbranshit të Serbisë Medvez Preshevë Bujanov. Zotri Xhelal, na tregon pak ka shumë se si po e shef summitin e 4 në shqiptarëve të diasporës shqiptare këtu në Tiranë. Për dallim 3 summitet e kaluar, në këtë summit qeveria ka bërë një bashkëorganizim së bashku me rrjetin global shqiptar, me kryetarin Omer Nurën, dhe janë duke marrë pjesë shumë biznese nga diaspora, por për dallim summiteve tjera në këtë summit është më e organizuar diaspora, sepse rrjeti bizneseve ka arrit të konsolidoj bizneset e tona që të vinë në mënyrë më të organizuar, dhe kjo është ndodhur. Si tha edhe kryeministri, tani është koha për të bashkëpunuar. A keni gjetë bashkëpunim të mjaftueshëm? Ne si diasporë gjithmonë kena qenë gati për me bashkëpunuar, siç thash, kësa ere e ka dhënë një signal vetë qeveria që don me bashkëpunuar me diasporën. Diaspora ka rrjetin e bizneseve, diaspora është mirë organizuara dhe ne e ftojmë dy qeveritë, si ata të Kosovës dhe të Shqipërisë, që të bashkëpunojnë me rrjetin global shqiptar, krye me kryetarin Omer Nurën, që të konsolidohemi dhe të rregullojmë, të shkojmë në mënyrë më të organizuar, që ta kemi diasporën më të organizuar. Bizneset diasporës ne e dimë se kanë kapacitet, andaj ta shfrytëzojmë këtë rast nëpërmjet rrjetit bizneseve dhe ne mund të bëjmë ata që s'mund me imagjinuan. Ishte kënaqësi të shohim edhe përfaqësues të Preshevë Medvez dhe Bujanov dhe të Kosovës, Maqedonisë këtu. Si e keni komunikimin, sidomos me shqiptarët që jetojnë atë pjesën tjetër të Serbisë? Unë jam njëkohësisht dhe kryetari i Unionit Afarizve Bizneseve për Preshevë Bujanov Medvez dhe kam patin që jam edhe sekretari i përgjithshëm i rrjetit global shqiptar dhe kjo po i ndihmon Luginës Preshevës. Siç e dini edhe ju, ne kemi organizuar 3 konferenca ekonomike, tani jemi duke organizuar konferencën e radhës me 25 shtator që do të bëhet 2026. Sot këtu po merr pjesë deputeti popullor Shef Kamberi, kryetaria e Preshevës Ardita Sinoni, kryetari i Këshillit Nacional Enka Rexhepi, dhe kjo të lën me kuptuan Lugina e Preshevës nuk është e anashkaluar, është mirë e organizuar, shohim sukseset dhe çka do të mund të ndihmojmë Luginës. Më në fund, për padrejtësitë që ju bëhen shqiptarëve në ato pjesë andej, sa po ka mundësi rrjeti i bizneseve me ngrit përveç asaj investimeve si çështje ndërkombëtare? Ne shqiptarët, si çdo kund ashtu edhe në Luginën e Preshevës, pari kena probleme me unifikimin mes nesh, mandej kena problemin e dytë me palën tjetër të cilët na mohojnë të drejtat e tona, duke filluar nga pasivizimi i adresave, por e rëndësishme së veçantë është ne të jemi të unifikuar. Unifikimi është më së domosdoshëm për gjendjen dhe për situatën aktuale që e ka Lugina e Preshevës. Kjo është na mungu. Një thirrje konkrete për qeverinë e Kosovës dhe Shqipërisë, çka mund me bëj më shumë për Preshevë Medvez dhe Bujanov? Unioni Afarizve çdo konferencë motën e ka ekonomia shpëton Luginën, por duhet ju them se qeveria e Prishtinës dhe e Tiranës e shpëton Luginën. Po që se këta nuk japin vëmendje më të madhe për Luginën e Preshevës, definitivisht ne s'mundum vetë t'i dalim. Unë ju përgëzoj për punën edhe turoj për bashkëpunimin që kemi mrekullueshëm. Faleminderit shumë, faleminderit për kontributin e juve dhe për angazhimin e juve. Respekt. Shpresoj që ju shohim nëntor në Londër apo jo? Po, patjetër se po. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.